Për drejt me hapësirën e intervistës në studio na është bashkuar kolegu Elker Bushkolaj. Përshëndetje, mirë se erdhe Elker. Përshëndetje. Aruba, çështje tjera që vinë, dëgjojmë për ditë gjëra të cilat nuk e kishim menduar që mund t'i dëgjonim. Skenare të tjera, emra të rinj që shtohen, Artur Sheu për shembull, një emër i panjohur deri pak kohë më parë, paktën për mua, doli ai dokumentar reportazhe Teraj 3 apo jo, që e përmendi për herë të parë, një njerëz që italianët e quajnë perandori drogës atje me vila prallore në Florida, këtu në Vlorë i dhuron si gjë të vogël 3000 hektar një generali italian i cili duhet plotësonte një amanet nga nuk e di se kush, dhe këtu tani përfshihen edhe njerëzit e qeverisë Rama që shkojnë në Aruba për të takuar me Artur Sheun me të tjerë e kështu me radhë. Çfarë po ndodh, si arrim deri këtu na? Paradoksi nis që me generalin italian Fabrizio Lisi, i cili kur drejtonte operacionet e Guardia di Finances në Shqipëri shprehej në 2015, pra kur Shqipëria ishte mbuluar me kanabis dhe sapo kishte nisur ai kalvari tragjik i vrasjeve nga Dugagjini deri në përmet shprehje që në Shqipëri, në krahas Semir Tahirit, gjithmonë shprehje që Shqipëri luftohet 92.9% e kanabisit, pra nga autoritetet. Se çfarë ndodhi pastaj me historinë e kanabisit, kur mbritëm deri te deklarata Arben Ameta që kanabizimi ishte një projekt kombëtar e thënë nga ish zëvendës kryeministri dhe ish numri 2 i qeverisë për gati një dekadë, dhe kupton atëherë për masën tragjike të asaj se çfarë ka ndodhur. Po le të kthehemi dhe të jemi pak më konkret. Dosi që ne kemi lexuar nga Sky ECC, që erdhën nga partnerët belg dhe nga partnerët francez, ne na dhanë një panoramë të qartë të asaj se çfarë ndodhte me fuqinë financiare të krimit shqiptar, i cili tashmë rezulton një përfshirje në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, jo si aktori i dorës së dytë, por si aktori i dorës së parë, ai sa në disa vende të BE-s ka diktuar edhe çmimin. Dhe ajo që nisi si amnisti fiskale, po të kujtohet nga kryeministri Edi Rama që nisi në një takim në Londër dhe një thirrje për emigrantët, për hir të vërtetës nuk kishte të bënte fare me paratë e djerë së emigrantëve shqiptar, po ishte kjo. Bashkimi Evropian atëherë kundërshtoi ashpër, por amnistia u finalizua dhe u vendosën të gjithë mekanizmat shtetëror në dispozicion të grupeve kriminale që ata të kishin të gjitha akseset e nevojshme për të pastruar paratë. Dhe kjo, siç është denoncuar dhe nga vetë zoti Ameta, që thotë që ndërtimi është pika kryesore ku janë pastruar këto para, është skanuar dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që edhe në raportin e fundit të shkurtit të këtij viti e evidentonte sektorin e ndërtimit si oazin ku pastrohen këto para, por dhe atë çfarë ne kemi parë për gjatë këtyre viteve me Tiranën dhe me Bregdetin në përgjithësi me ato investime strategjike, na e faktojnë. Janë dy elementë, një element të shkulla dhe elementi tjetër është rënja e euros, që nuk mund të shihen të shkëputura nga njëra tjetra. Çfarë tregon? Kjo tregon që kemi një bashkëpunim institucional ku unë gjykoj që përfshihen edhe bankat, veçanërisht e Banka e Shqipërisë në gjithë histori, por edhe drejtoria e pastrimit parave, po kjo histori për fat keq ekspozon edhe SPAK-un si të varur totalisht nga kjo. Pasi nëse SPAK pretendon që ka një bilans në raport me politikanë të arrestuar, SPAK ka një bilans të jetë negativ në raport me luftën kundër krimit organizuar në aspektin financiar. Pra janë goditur disa banda, pavarësisht se sikur kolegu jon Fatjon Gjina i mori shifrën që rreth 250 personazhe përgjithsisht kryesor të karteleve nuk janë arritur të kapen për shkak të dekonspirimit, por nuk e ka goditur krimin në aspektin financiar. Ka një lëvizje pas vizitës së Dumanit